Gjatë një valleje lufte, vritet mbreti Aleksandër II. Me shtysën e Ptolemeu të Alorit, një politikan i fuqishëm. Froni i takon Perdikës së tretë, por për shkak të moshës së re, drejtimi i vendit ra në dorë të Ptolemeut. Megjithatë, me kalimin e viteve, Perdika e kuptoi si funksiononte froni Maqedonës. Me 365 para Krishtit, ai vret regjentin dhe merr pushtetin e plot. Ndërkohë Filipi, mbasi kaloi disa kohë në oborin e Bardylit, u dërgua në Tebë më 368 para Krishtit. Aty ai qëndroi pranë babait Epaminondës, generalit të famshëm të Tebës. Epaminonda kishte mësues të shkollës pitagorike. Filipi, i cili u rrit së bashku me të, fitoi një njohuri të gjerë mbi këtë filozofi. Ata u shquan në veprat e trimërisë. Nga të dy Epaminonda ju nështrua provave dhe betejave më të ashpra, duke mundur spartanët në betejën e Leuktrës. Teba u bë qytet shteti hegemon i Greqisë, duke ngjallur interes edhe tek Filipi për të arritur të njëjtën madhështi. Në ndihmoni të shpërndajmë historinë e Shqipërisë. Bashkohuni tek regjimenti i Stradiodëve në Patreon.